Kryeministri Rama thot se ankimimi I tij në kushtetuese për vendimin e pezullimit Belinda Ballukut është betejë për balancën e pushteteve, por Berisha thot se Rama gënjeu kur ju referua Komisionit Venecias, ndaj paralajmëron pa di për mashtrim publik. Mbetjet urbane që kanë pushtuar Bregdetin për më shumë se një javë vijojnë të mbajnë të pushtuar plazhet e Velipojës, Lalzit dhe Semanit. Bashkitë po vonojnë të ndërhyjnë, ndërsa ekspertët thonë se kjo është pasojë e keq menaxhimit. Hetuesit dyshojnë nëse vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka në Elbasan e kreu një person I vetëm. Policia gjen në fshatin Mirak makinën e djegur që dyshohet se është përdorur nga autori dhe që ka qenë pronësi e kompanisë së biznesmenit. Miratohen 68 zonat e para prioritare për zhvillimin e investimeve në zonat malore. Ministri Ervin Demo thot për televizionin Klan se projektet e para që synojnë të rigjallërojnë jetën ekonomike të këtyre zonave do nisin të zbatohen në fillim të vitit 2026. Ka nisur këtë të hënë në gjitha zyrat e postës shqiptare shpërndarja e bonusit të fund vitit për pensionistët. Sipas vendimit rreth 540.000 persona do përfitojnë nga 15.000 lek, ndërsa 220.000 të tjerë nga 10.000 lek. Donald Trump I ka ofruar Nicolas Maduros të arratiset nga Venezuela për t'i hapur rrugë qeverisje demokratike. Por sipas mediave amerikane, presidenti venezuelan e refuzoi ofertën, duke e bërë edhe më të mundshëm sulmin ushtarak amerikan. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni I lajmeve të orës 19:30. Kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë akuzat se deklaratat e tij për vendimin e GKK-s lidhur me Belinda Ballukun janë një presion ndaj gjykatës kushtetuese. Ai thotë se ankimimi I tij në këtë gjykatë është betejë për të mbrojtur balancën e pushteteve. Kryeministri Edi Rama mohon se qëndrimet e mbajtura lidhur me vendimin e pritshëm të gjykatës kushtetuese për ankimimin e tij për pezullimin e zëvendës kryeministres të jetë një formë presioni ndaj anëtarëve të saj. Në një videomesazh ai shpjegon se jo vetëm sepse është një palë në proces, por e ka detyrim publik dhe të panegociueshëm nevojën për të folur për çështje që lidhen me detyrat e tij institucionale. Kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni I Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Rama thosë se ju drejtua kushtetueses për të penguar një precedent të rrezikshëm, si ai pezullimit të një antari të qeverisë. Këtu s'është fjala as për Belinda Ballukun, as për mua e për qeverinë sot, po është fjala për mbrojtjen sot e për gjithnjë të kufive kushtetues mes pushteteve, duke I hapur rrugë presioneve politike ndaj qeverisë. Përmes proceseve penale do të ndodhte diçka që është e panjohur në Europë. Mjafton vetëm të parafiturosh se çfarë lojësh politike në dëm të shtetit mund sillte e ardhmja po të hapej kjo vërim e madhe në murin ndarës mes pushteteve kushtetuese në Shqipëri. Pse? Sepse de jure quhet pezullim, por de facto në rastin e ministrit është një shkarkim, të cilin kryeministri duhet thjesht ta formalizoj me që e mendoj prokurori dhe e vendosi gjykatësi. Pa ja përmendur emrin, Rama ju përgjigj dhe kryedemokratit, që sipas tij po e përdor për luftë politike, një çështje thelbësore që duhet marrë përgjigje përfundimtare, si ajo e konfliktit të kompetencave mes dy pushteteve të ndryshme të pavarura. Duhet jesh krejt I verbuar nga urrëtia politike për ta kthyer edhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik, siç bëjnë fatkeqësisht për çdo gjë të mbyturit e kënetës. Pavarësisht akuzave të Berishës, Rama njësoj si një ditë më parë I përsëriti apelin e tij gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë t'ia kursej Republikës Shqipërisë shpikjen e një risie totalisht të pamirëseardhur në historinë e drejtësisë demokratike europiane. Kreu I opozitës Sali Berisha thot se Edi Rama gënjeu kur tha se Komisioni I Venecias është shprehur kundër pezullimit të ministrave, duke konsideruar këtë një skandal ndërkombëtar, ai paralajmëroi se do ta padis kreun e qeverisë për mashtrim publik.
Demokratët do të padisin kryeministrin Edi Rama për mashtrim publik. Kërkesë padia që Sali Berisha deklaron se do të depozitohet ditën e nesërme, është nxitur nga deklaratat e bëra nga Rama në podcastin e tij, ku ju referua opinioneve të Komisionit Venecias për treguar se pezullimi i ministrave nga gjykatat është i rrezikshëm dhe i hap rrugë presioneve ndaj qeverisë nga një sistem tjetër, po aq i pavarur sa ekzekutivi. Edi Rama do paditet nesër për mashtrues publik dhe nenin njeriu që kërkon të pengoj drejtësinë. 2 vepra penale të rënda. Asnjë vendim, asnjë opinion, asnjë raport i Komisionit të Veneciave nuk deklaron se gjykatat nuk mund vendosin pezullim. Sipas kryedemokratit, Edi Rama po bën çdo përpjekje për të bërë presione publike dhe jashtë syrit të kamrave, antarëve të gjykatës kushtetuese, për të pranuar ankimimin që ai vetë i bëri vendimit të pezullimit nga gjykata e posaçme për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Presion të hapur, të denuar me ligj në çdo vend. Edhe vetë Berisha ju drejtua me një mesazh antarëve të kushtetuesës. Gjykata mos bjerë viktimë e presioneve të gjithanshme mafioze, por nëse gjykatat nuk veprojnë, do veprojnë qytetarët. Ai duke folur për drejtësinë, përjashtoi çdo mundësi për të bashkuar votat me socialistët për miratimin e çdo lloj projekt ligji që amendon reformën në drejtësi. Ne nuk marrim pjesë në asnjë ndërhyrje në ligjet e reformës drejtësisë. Berisha u pyet edhe për takimin informal të disa antarëve të forcës që ai drejton, edhe pse tha se Partia Demokratike është një parti e fjalës së lirë, u kujdes të nënvizonte se debatet e brendshme është mirë të bëhen brenda forumeve. Nuk kam ndërmend t'i them asnjëriu që ato mendime mos i shpreh publikisht. Normale në një parti, kritikat të shprehen brenda forumeve të partisë. Sot u mbajt si që ishte paralajmëruar foltorja e tretë para kryeministrisë, gazetarja jonë Yildiz Shuaipi e ka ndjekur këtë, e kam Junën, po. Juna, mirëmbrëma, çfarë ndodhi sonte në foltoren e tretë dhe cilat ishin mesazhet që u lëshuan atje? Reis ka vetëm pak minuta që ka përfunduar protesta e thirrur nga Partia Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një foltore parlamentare qytetare, kjo e pagzuar nga ana e kryedemokratit, në cilën Sali Berisha dhe mbështetës Partisë Demokratike thanë të njëjtat mesazhe. Ata kanë 2 kërkesa, 2 kushte që i kanë vënë qeverisë dhe kryeministrit, largimin e këtij të fundit dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, krijimin e një qeverie teknike që do të mund sipas tyre t'i hap më pas rrugë edhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira të ndershme. Kjo protestë ishte e treta në fakt, kjo foltore e mbajtur, një foltore në cilën u vure se kishte një numër më të pak të mbështetësve të Partisë Demokratike ndryshe nga 2 herët e para. Megjithatë, Sali Berisha gjatë fjalës që mbajti tha se nuk do të largohen demokratët nga ky shesh, që ai e ka pagzuar edhe si sheshi i lirisë deri në arritjen e qëllimit dhe objektivave. Sikundër unë thash, është largimi i qeverisë dhe i kryeministrit Rama. Madje zoti Berisha gjatë ditës sotme deklaroi nga foltorja 2 këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit se Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në zgjedhje me kryeministër Edi Ramën. Ricikloi kryedemokrati të njëjtat akuza në adresë të kreut të qeverisë, e akuzoi atë për korrupsion. Sipas tij, në 4 mandate qeverisje Edi Rama ka vjedhur shqiptarët, ka vjedhur 90% të fondeve të punëve publike sipas tij, madje u ndal në sektor, u ndal tek investimet në infrastrukturë, u ndal në sektorin e shëndetësisë dhe cilësoi buxhetin e vitit 2026 si buxheti i vjedhjes së qytetarëve shqiptar. Kryedemokrati ripërsëriti të njëjtat akuza në adresë të Edi Ramës, edhe sa i përket një kërkese që qeveria ka dërguar pas vendimit të GKK-s që pezulloi nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ai foli për presion sipas tij që po i bën Edi Rama antarëve të gjykatës kushtetuese, por për të gjitha mesazhet që zoti Berisha dha gjatë ditës së sotme në tubimin që u mbajt nga ana e Partisë Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit, unë ju ftoj të ndjekim një pjesë nga fjala e tij. E ndjekim Juna. Në ekzistencën tonë të gjatë, ne kemi njohur shumë pushtime, kemi njohur diktatura dhe mënyrë, por kur ndonjëherë nuk kemi shkuar brenda 10 viteve, 100 vite mrapa, kur ndonjëherë nuk kemi humbur ne mbi 45% materjes kombëtare siç kemi humbur këto 10 vite. Asnjëherë nuk kemi varfruar më shpejt se sa këto 10 vite. U desh akuza
e bazuar në dokumenta zyrtare të vjedhjes së 50 milion euro për të bërë që Edi Rama të thot shqiptarve se hajduti jam unë, se parati ka marrun dhe se drejtësisë i tregoj bryllin dhe se lejoj të veproj. Del me në mbrojtje haptas. Po mbroj ministrën, nuk po mbroj Lubin. Po mbroj kryeministrin, nuk po mbroj Edvilin. Po të dy një hajdut, ku ka hajdut si ju am të apo? Kuj do t'ja shestin ti këto? Do pranojmë ne. Mbetjet urbane që kanë mbushur Bregdetin shqiptar prej më shumë se një javë vijojnë të mbajnë të pushtuar plazhet e Vilipojës, Lalzit dhe Semanit. Bashkitë po vonojnë të ndërhyjnë, ndërsa ekspertët thonë se kjo është pasojë e keq menaxhimit dhe sjell dëme të parikuperueshme. Destinacioni kryesor i Bregdetit të Adriatikut në veri vijon të ketë pamje në një landfilli. Mbetje që i sollën lumente rrëmbyeshëm kanë mbetur prej ditësh aty dhe askush si lëviz. Tonelata me mbeturina kanë mbushur Bregdetin e Velipojës, ndërkohë që nuk ka akoma një aksion pastrimi. Ndërhyrja këtu mbetet emergjente. Edhe pse situata është alarmante, prej ditësh dhe plerat e Shqipërisë kanë pushtuar gjithë Adriatikun, sa kanë përfunduar deri në Kroaci. Autoritetet në Shkodër njoftuan se do të nisë një aksion vetëm këtë javë për të mbledhur dhe depozituar mbetjet në landfillin e Bushatit. Por situata nuk është e rëndë vetëm në Velipoj. I gjithë bregu i Adriatikut është mbushur me mbetje, pasi lumenjt mblodhën çdo gjë që gjetën të hedhur kudo nga papërgjegjshmëria qytetare. Ndotja e Bregdetit të Adriatik nga lumi Sema në qarkun e Fierit ka marrë përmasa alarmante. Gjatë rrugës së tij në këto plazhe, lumi ka sjellë me vete mbetje plastike, mbeturina industriale, të cilat prej 2 javësh nuk janë larguar nga plazhet. Një ndotje e tillë në përmasa kaq të mëdha ka ulur cilësinë e ujrave, ka dëmtuar turizmin dhe jetën e njerëzve. Bregu i Semanit është mbuluar nga tonelata mbetjesh plastike. Ndotja ka marrë përmasa të mëdha duke shkaktuar dëm në habitatin natyror të zonës, shëndetin dhe zhvillimin e turizmit. Sa herë që vjen lumi të poshtë, do mos të nga grypa një herë bëhet shumë pocaçi. Është problem për ju peshkatarët? Normal, largohet peshku. Gjendja është problematike edhe në Bregdetin e Durrësit. Në shumë zona buzdetit gjen mbetje të shumëllojshme. Më e rëndë situata është pranë Hamallajt dhe Ishmit, si pasojë e hedhjes pa kriter të mbeturinave përgjatë shtratit të lumejve Ishëm dhe Erzen. Edhe pse situata e ndotjes është e rëndë, asnjë nga institucionet përgjegjëse nuk kanë mbërritur në terren për të nisur punën për pastrimin e vijës bregdetare. Plazhet e Durrësit ndoten çdo vit dhe çdo vit mungon një plan konkret për pastrimin dhe menaxhimin e tyre. Situata katastrofike kaloi përtej Shqipërisë. Një pjesë të konsiderueshme të mbetjeve deti Adriatik i mori me vete nga vendi ynë dhe i çoi në Dubrovnik. Mediat kroate raportuan se kjo është një situatë e përsëritur thuajse çdo vit, por ndryshe nga këtu, teksa tonelata mbetjesh vijojnë të qëndrojnë përgjatë bregut të Adriatikut, Dubrovniku u pastrua brenda 3 ditëve. Për ekspertët e mjedisit, kjo situatë ndodh për shkak të keq menaxhimit. Problematika e mjedisit ka ardhur në një lloj degradimi, në përkeqësim. Pjesa e menaxhimit të mbetjeve është një problematik e shtuar në të gjithë vendin për shkak të problemeve që kanë që në grumbullim, në transportim apo në depozitimin fundor të mbetjeve, të cilat më pas mund të rrjedhin në lumej apo edhe në sipërfaqe të tokës, duke shkaktuar ndotje të mëtejshme të këtyre burimeve mjedisore. Dëme që ndotja shkakton në shumicën e rasteve nëse nuk ndërhyet për një kohë të gjatë, sikurse po ndodh aktualisht përgjatë Adriatikut, sipas ekspertëve janë të parikuperueshme. Degradojnë cilësinë e tokës, dëmet mund të shkaktojnë dëmtim të habitateve të cilat nuk rikthehen më apo të faunës dhe florës. Më së shumti ne duhet shohim dëmet që vinë në shëndetin e njerëzve për shkak se ndotja e mjedisit të ajrit, ujit dhe tokës sjell ndotje në burimet ushqimore që ne përdorim, në ujin e pishëm që ne përdorim. Pra ka një përpjesim të drejtë për drejtë të rritjes së ndotjes me përkeqësimin e shëndetit publik të popullatës. Situata me ndotjen ka ardhur duke u përkeqësuar dhe ndërkohë që Shqipëria ka hapur të gjithë grup kapitujt në kuadër të integrimit, mjedisi konsiderohet ndër më të vështirët, nisur dhe nga situata në të cilën ndodhet vendi.
Hetuesit dyshojnë se në vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka ka marrë pjesë vetëm një person. Ndërkohë policia ka gjetur ditën e sotme në fshatin Mirak makinën e djegur që dyshohet se është përdorur nga autori dhe që ka qenë pronësi e kompanisë së biznesmenit të vrarë. Biznesmeni 43 vjeçar Edmond Mhalla, i njohur edhe si Edmond Hyka, i cili mbeti i vrarë mbrëmjen e së dielës në lagjen e Emin Matraxhiu të Elbasanit, dyshohet se u qellua nga një person, i cili nga verifikimet e deritanishme rezulton të ketë vepruar i vetëm. Viktima u qellua 3 herë për vdekje sapo la ambientet e zyrave të biznesit të tij, një pikë karburanti në zonën ku ndodhi ngjarja. Televizioni Klan mëson se nga verifikimi i pamjeve filmike, vrasësi ka qenë në ruajtje të biznesmenit dhe sapo ai ka hipur në makinën e tij tip Range Rover, është afruar, ka dalë nga makina dhe ka hapur zjarr duke e lënë të vdekur në vend. 43 vjeçari mori 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, ndërsa vrasësi u largua në drejtim të Librazhdit. Disa orë më vonë në fshatin Mirak, policia gjeti tërësisht të djegur automjetin tip Audi, brenda tij dhe një pistolet që dyshohet se u përdor në ngjarje. Nga verifikimet, makina e përdorur në krim ka rezultuar në pronësi të viktimës, i cili krahas biznesit të hidrokarbureve, kompanisë të taksive, ipte dhe makina me qira. Megjithatë, deri tani nuk bëhet me dije nëse Audi i përdorur në vrasje ka qenë i marrë me qira apo i vjedhur. Deri në këtë fazë të hetimit, policia dhe prokuroria po verifikon disa pista, ka konfliktet në botën e biznesit e deri tek e shkuara e viktimës, e cila po verifikohet nga hetuesit. Gjykata e lartë ka prishur vendimin e pushimit të hetimeve ndaj 3 gjyqtarëve që i hoqën dënimin me burgim të përjetshëm Dritan Dajtit. Çështja e tyre do të rigjykohet edhe një herë në gjykatën e posaçme të apelit me një trup tjetër gjyqësore. Çështja ndaj 3 ish-gjyqtarëve Alex Nikolli, Petri Italia dhe Skënder Damini, të cilët i hoqën dënimin e përjetshëm Dritan Dajtit, do të rigjykohet sërish në apelin e GKK-s. Për arsye që nuk dihen ende, gjykata e lartë ka prishur vendimin për pushimin e hetimeve ndaj tyre. Çështja ndaj ish-gjyqtarëve do të rikthehet sërish në shkallën e dytë, por kësaj here me trup tjetër gjyqtarësh. Dritan Dajti u dënua me burgim të përjetshëm nga ish-gjykata e krimeve të rënda për vrasjen e 4 punojësve të policisë dhe ndodhet në qeli prej vitit 2008, por rreth 11 vite pas prangosjes së tij, në shkurt të vitit 2019, apeli vendosi të heqë burgimin e përjetshëm për Dajtin, duke dënuar atë me vetëm 25 vite burg. Në atë kohë nisën hetimet për korrupsion duke u kontrolluar dhe banesat e gjyqtarëve, ndërsa dosjen e mori spak pas ngritjes së institucionit. Gjithsesi, vendimi që i dha shpresë për liri Dritan Dajtit u prish po nga gjykata e lartë, e cila e riktheu në burgim të përjetshëm në qershor të 2024-s. Një grua ka humbur jetën mëngjesin e kësaj të hënën në Tiranë pasi është goditur nga një autovetur. Ndërkohë policia ka arrestuar drejtuesin e autobusit që mbrëmjen e djeshme u përfshi në një tjetër aksident ku mbeti e plagosur rënd një vajzë e cila udhtonte me biçikletë. 2 aksidentet e rënda u regjistruan brenda pak orësh në kryeqytet. Një grua humbi jetën mëngjesin e kësaj të hënë pasi u përplas nga një automjet pranë ish-sheshit Shqiponja. Gruaja sipas policisë po kalonte në karrexhatën e automjeteve dhe jo në rrugkalimin e këmbësorëve, ndërsa mbrëmjen e së dielës një aksident i rënd u regjistruar pranë pallatit me shigjeta. Siç duket në këto pamje, autobusi i linjës së Astirit tenton të shmang përplasjen e një vajze 18 vjeçare, e cila i preu rrugën me biçikletë, duke kaluar me semafor të kuq. Pavarësisht përpjekjeve të drejtuesit për të shmangur përplasjen, autobusi e ka goditur vajzën duke i shkaktuar dëmtime të rënda. Autobusi më pas ka kaluar trafik ndarësën e betonit dhe ka përfunduar në korsin tjetër, duke përplasur edhe 2 automjete të tjera. Policia arrestoi drejtuesin e urbanit, i cili akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ndërkohë atij është bërë dhe testi alkoolit dhe ka rezultuar negativ, ndërsa ekspertët pritet të përcaktojnë shpejtësinë me të cilën po lëvizte autobusi. Vajza e cila u përplas nga autobusi ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Si pasojë e përplasjes, dëmtime kanë marrë edhe 3 pasagjerë të autobusit, të cilët janë në spital nën kujdesin e mjekëve. Një tjetër aksident me vdekje ka ndodhur paraditën e kësaj të hënë, këtë herë në aksin Roskovec-Berat pranë fshatit Strum. Një furgon ka përplasur një shtetas i cili po udhtonte me biçikletë dhe përpasoi ky fundit ka humbur jetën. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti me pasoja fatale. Miratohen 68 zonat e para prioritare për zhvillimin e investimeve në zonat malore. Ministri për pushtetin vendor Ervin Demo thot
për televizionin Klan se projektet e para që synojnë të rigjallërojnë jetën ekonomike të këtyre zonave do të nisin të zbatohen në fillim të vitit të ardhshëm. Brenda 3 mujorit të parë të vitit të ardhshëm në Shqipëri do të kemi investimet e para nga paketa e maleve. Në intervistë për televizionin Klan, ministri për pushtetin vendor Ervin Demo thotë se investimet e para nga kjo paketë do të zhvillohen në 8 bashki të cilat tashmë u janë miratuar zonat prioritare. 3 mujori i parë i 2026 do të jetë 3 mujori i cili ne do të shohim lehtësimin dallandyshit e para të rasteve të cilat do të jenë të gatshme të vazhdojnë më pas me procedurat e marrjes lejes ndërtimit dhe procedurat të Ministrisë së Ekonomisë për të vazhduar procesin e marrjes së dokumentacionit pronësisë. Ne kemi bashkim për Met, Skrapar, Elbasan, Belsh, Kukës, Shkodër, Shijak, Mat, që tashmë kanë të miratuara zonat prioritare, përfundojmë me Vaun e Dejës, me bashkin Klos dhe bashkin e Maliaj, dhe në javët që vinë pas do të kemi bashkin Vlorë. Në total deri tani janë 68 zona zhvillimore të përcaktuara, por Demo thotë se ky numër do të rritet pasi një pjesë e madhe e bashkive janë ende në proces shqyrtimi. Janë rreth 40 bashki në këtë moment që flasim që kanë filluar procesin e përzgjedhjes së zonave prioritare. Deri në muajin janar kemi përmbyllur përcaktimin e zonave prioritare, siç e përcakton dhe vetë ligji. Flasim për zona të izoluara, patjetër që kjo është një paketë që krijon mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik të atyre zonave, për të garantuar zhvillimin territor të sipërmarrjeve sipas prioriteteve që kanë përcaktuar vetë bashkitë. Të gjithë ata individë të cilët kanë interes për të investuar në këto zona prioritare do të aplikojnë në një portal kombëtar për paketën e maleve. Të gjithë personat që do të aplikojnë do të shprehin interesin, i cili do të jetë më pas edhe i mbështetur me dokumentacionin përkatës siç parashikohet në ligj. Janë bashkitë ato të cilat do të marrin këto aplikime, do të bëjnë verifikimin në terren dhe do ndjekin hapat ligjor që të garantojnë transparencë për komunitetin. Aplikuesit e parë do të përfitojnë edhe lehtësira fiskale. Paketa e maleve zgjidh një nga problemet që mund të jenë edhe në lidhje me pronësinë, por së dyti patjetër është përjashtimi nga detyrimet, duke filluar që nga taksa e ndërtimit, por më pas përjashtimi nga TVSH-ja për një periudhë vjeçare. 500 raste të para të cilët do të fillojnë dhe të investojnë nëpërmjet paketës male do të jenë përfitues të këtyre incentivave që janë shumë të rëndësishme për një biznes. Paketa e maleve është një nismë ligjore dhe zhvillimore e qeverisë shqiptare që synon të nxjisë investimet dhe rigjallërojë jetën ekonomike në zonat malore të vendit. Në fazën e parë të shpalljes së kësaj nisme, 4.000 persona shfaqën interes për të investuar. Numri më i madh i aplikimeve vinin nga qarku i Shkodrës. Ka nisur këtë të hënë shpërndarja në të gjitha zyrat e postës shqiptare të bonusit fundvitit për pensionistët. Ashtu sikur se ishte njoftuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, prej 1 dhjetorit ka nisur shpërndarja e bonusit të fundvitit në të gjithë Shqipërinë, ku përfitues janë rreth 750.000 pensionistë të kategorive të ndryshme. Pensionistët janë drejtuar pikave të postës për të tërhequr bonusin përkatës dhe shprehen se është një ndihmëse konsiderueshme për buxhetin e tyre. E mora. Si u duket ky bonus të vit? Hajt mos i mas keqes, mirë, jo keq. Nga 100. Mirë, por ato që kanë më të vogël, më mirë që ja u kanë bërë më të lartë atë bonusin. Cilin bonus përfituar? 150. Bere qavës, pensionista e neve. 150. Si u duket? Shumë mirë. Sa i përket nismës së qeverisë për rritje graduale mujore të pensioneve, duke nisur prej janarit të vitit 2026 në vijim, të moshuarit e shohin si një hap pozitiv. I themi faleminderit. Rëndësi ka që kanë ndërmarr hapin edhe të vazhdojnë, ta mbajnë fjalën. Gjatë muajit dhjetor deri në fund të qershorit të vitit të ardhshëm, bonusin prej 15.000 lekësh do ta përfitojnë mbi 520.000 persona që marrin deri në 20.000 lekë pension, ndërsa bonusin prej 10.000 lekësh do ta përfitojnë mbi 221.000 individ që pensioni i tyre mujor është mbi 20.000 lekë. Për të gjithë personat që e marrin pensionin në bank, bonusi i fundvitit do të merret njëkohësisht në datën e tyre përkatëse të pensionit. Argjinatura e vajinit në qarkun e Lezhës është dëmtuar përsëri duke rikthyer edhe rrezikun e përmbytjeve në zonat përreth. Sipas raportimeve, dëmtimi i kësaj radhe është më i vogël se i herës parë, gjithsesi uji ka filluar të vëshojë në tokat bujqësore. Herën e parë, argjinatura u ça disa javë më parë duke shkaktuar përmbytje të mëdha në zonë. Situata e re ka krijuar ankth dhe panik tek banorët e Rrilës, Burbullonjës dhe Milotit, të cilët gjatë qarjes së parë të argjinaturës qëndruan për më shumë se 10 ditë në ujë. Presidenti Amerikan Donald Trump i sheh me optimizëm bisedimet që synojnë arritjen e paqes në Ukrainë.
Donald Trump u duk optimist për suksesin e negociatave që synojnë të bindin Ukrainën të pranojë planin e tij, 28 pikësh për përfundimin e luftës me Rusin. Gjatë bisedës me gazetarët në avionin presidencial, shefi i shtëpisë së bardhë tha se bisedimet po ecin mirë, me përjashtim të disa problemeve të vogla të vështira për Ukrainën, siç u shpreh ai. Trump ju referua takimit së dielës në Florida mes negociatorëve amerikan Marco Rubio, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, me përfaqësuesit e Ukrainës të kryesuar nga Rustem Umerov, përfaqësuesi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës. Në çfarë janë bisedimet, kjo mbetet e paqartë, pasi palët nuk flasin me detaje për zhvillimet e bisedimeve. Megjithatë, besohet se ndasitë qëndrojnë tek thelbi i hershëm i mosmarrveshjeve, lëshimin e territoreve që Ukraina duhet ju bëjë rusëve në zonat ku ka hyrë ushtria e tyre. Negociatori amerikan Steve Witkoff do të shkojë të martën në Moskë për të vijuar bisedimet me Vladimir Putinin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u takua në Paris me shefin e Elizes Emmanuel Macron. Ukraina kërkon nga vendet evropiane mbështetje për ruajtjen e sovranitetit, garantimin e sigurisë dhe një paqe të qëndrueshme. Duket se po acarohet gjithmonë më shumë situata mes Venezuelës dhe Shteteve të Bashkuara. Sulmi ushtarak amerikan ndaj Venezuelës duket më pranë pasi presidenti Nicolas Maduro mund të ketë refuzuar një ultimatum të Donald Trumpit për të larguar nga vendi për të hapur rrugën një qeverisjeje të re demokratike. Mediat amerikane zbuluan se në një bisedë telefonike në fund të nëntorit, shefi i shtëpisë së bardhë ofroi liderit venezuelian të lërë menjëherë vendin bashkë me bashkëshorten dhe të aratiset në një vend aleat ku ai ka besim si Irani. Maduro i vendosi Trumpit disa kundërkushte të paralizueshme si amnisti globale për krimet për të cilat akuzohet dhe mbajtje të kontrollit të ushtrisë venezueliane. Trump konfirmoi të dielën bisedën telefonike me Maduron, por nuk dha detaje. Pas kësaj telefonate, mediat vendase njoftuan se një avion i përdorur më parë nga Maduro fluturoi drejt Brazilit, vend që ndërmjetëson negociatat mes tij dhe Washingtonit. Megjithatë, deri më tani nuk flitet për një aratisje të presidentit venezuelian. Maduro është në listën e shumë kërkuarve nga Washingtoni për terrorizëm, pasi vendi i tij akuzohet si tranziti më i madh për drogën dhe klandestinët nga Amerika Latine drejt Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Federatës Armand Duka ishte në Tetov ku pa nga afër stadiumin e ri të Shkëndijës. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ishte në Tetov ku pa edhe punimet për stadiumin e ri të Shkëndijës, që do të jetë i kategorisë 4 të UEFA-s. Duka tha se arena e re e skuadrës shqiptare nga Maqedonia e Veriut do të plotësojë të gjitha kushtet. Ka qenë një stadium në gjendje shumë të keqe, pothuajse të mjerueshme, dhe tani është një projekt i bukur. Uroj që sa më shpejt të jemi këtu për të parë ndeshje futbolli në një stadium të ri, kategorisë 4 të vlefshëm për çdo lloj aktiviteti ndërkombëtar. Armand Duka, i cili është edhe zëvendës presidenti i UEFA-s, tha se mund të ketë hapësira të reja bashkëpunimi dhe mbështetje në iniciativat e këtij niveli nga qeveria e futbollit evropian. Në takimet e patura me kryebashkiakun e Tetovës dhe kreun e Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, u konfirmua vullneti për krijimin e një standardi të ri organizimi në rajon. Këtu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Mirupafshim.